Çdo fëmijë që lind është nën kujdesin dhe mbrojtjen e Zotit të Madhëruar. Nëse ne si prindër do respektonim urdhrat dhe porositë e Zotit, bereqetin do e shihnim të konkretizuar tek fëmijët tanë. Thot Zoti në Kuranin famlart: nënat le t'u japin gjithë fëmijëve të tyre 2 vjet, për ata që duan t'ia plotësojnë dhënien e gjirit. Qumshti i nënës është specifik për fëmijën e saj. Qumshti i lopës është specifik për të voglin e lopës. Çdo ditë e më tepër kërkimet shkencore po nxjerrin në pa vlerat që përmban qumshti i nënës. Përbërja e pasur me ushqimin e plot që i nevojitet fëmijës, ndryshimi i përbërjes së tij sipas nevojës së fëmijës në periudha të ndryshme kohore, përmbajtja e proteinave, lipideve dhe karbohidrateve në masat më ideale dhe plot veçori të tjera kanë bërë që shkencëtarët t'i kushtojnë një vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Disa nga organizatat më të mëdha botërore si World Health Organization, UNICEF, Academy of Breastfeeding Medicine dhe të tjerë rekomandojnë gjithëdhënien në mënyrë ekskluzive për 6 muajt e parë të jetës. Nga lindja deri në muajin e 6, dieta e fëmijës duhet të përmbajë 100% qumësht nëne, jo ujë dhe jo lëngje. Nga muaji i 6 deri në muajin e 12, 50% qumësht nëne dhe 50% ushqimi rekomanduar nga mjeku. Ndërkohë, nga muaji 12 deri në muajin e 24, qumështi i nënës duhet të përbëjë 33% të dietës së fëmijës. Këto shifra na tregojnë qartë se gjithëdhënia duhet të zgjasë 2 vite të plota dhe ushqimet shtesë duhet të fillojnë pas muajit të 6 me rekomandim nga mjeku dhe jo që në muajin e 2 apo të 3 siç po ndodh sot. Është për të ardhur keq. Kur shikon se sot tregjet janë mbushur me një shumëllojshmëri ushqimesh për fëmijët. Nënat, veçanërisht ato që jetojnë në qytete, mundohet të i ushqejnë fëmijët sipas modelit perëndimor. Si rrjedhoj, është vërejtur një rritje dramatike në mosdhënien e gjirit dhe në fillimin e hershëm të ushqimit. Po ashtu, ka edhe rritje të diares, kequshqyerjes dhe vdekjeve tek fëmijët. Ndoshta përmendja e disa veçorive që ndodhen në qumshtin e nënës mund t'ju nevojitet nënave që të tregohen më të kujdesshme ndaj fëmijëve të tyre. Qumshti i nënës ka veçori imunitare dhe mbron fëmijën ndaj infeksioneve, ndaj është quajtur edhe vaksina e parë për bebet. Ai përmban ushqimin e nevojshëm për 6 muajt e parë dhe njëkohësisht i bën fëmijët rezistent ndaj infeksioneve si diarea, infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes e të tjerë. Përmban substancën bifidus factor, që ndihmon bakterin Lactobacillus bifidus të shumohet në zorrët e fëmijës dhe ndalon bakteret e tjera të shtohen dhe të shkaktojnë diare. Përmban ujë të mjaftueshëm për fëmijën edhe kur moti është tepër i nxehtë. Në të njëjtën kohë është zgjedhja numër 1 në ndalimin e dehidrimit. Përmban më shumë laktozë se çdo qumësht tjetër dhe kjo është ajo për të cilën ka më shumë nevojë fëmia. Përmban hekur të mjaftueshëm edhe të përshtatshëm për të thithur nga zorët e fëmijëve. Ndaj, tek fëmijët e ushqyer me qumështin e nënës, nuk vjet re anemie apo edhe mungesa e hekurit. Qumshti i nënës përmban enzimën lipase, që zbërthen lipidet dhe ndihmon në tretjen e qumshtit. Ndaj, edhe këta fëmijë mund të kërkojnë të ushqehen përsëri më shpejt se fëmijët e tjerë. Është vërtetuar se fëmijët e ushqyer me qumshtin e nënës janë ngritur në këmbë më herët se fëmijët e tjerë. Po ashtu, është parë se në vitet e mëvonshme tek këta fëmijë niveli i zgjuarsisë është më i lartë. Është për të përmendur se përbërja e qumshtit të nënës ndryshon në mënyrë fiziologjike, duke ju përshtatur nevojave të fëmijës në etapa të ndryshme. Nëse do të ekzistonte një vaksinë që do të pengonte vdekjen e miliona fëmijëve në vit, që nuk ka efekte anësore, që mund të merret nga goja dhe që është ekonomike, dhe se do të praktikoj menjëherë për vetë faktin se është mënyra ideale imunitare për shëndetin e shoqërisë, është pikërisht qumshti i nënës.